Të dashur miq të RTS, mirë se erdhët në qasjet tridimensionale. Faleminderit që sot e keni ndakuar me qenë bashkë me neve. Dikur, kur kemi folë për varësitë e njerëzit, kryesisht kemi mendu për alkoolin, drogën, duhanin. Por sot varësitë kanë ndru formë. Jo që ato që i përmendëm nuk kemë varësi, edhe nuk mund të ketë njeriu varësi ndaj tyre, por që sot kemi edhe varësi tjera të sofistikuara. Njeriu modern mund të jetë i varur prej telefonit, lojrave të ndryshme, rrjeteve sociale, e deri tek nevoja për vëmendje pikërisht nga rrjetet sociale. Tu mos e lënë anash as komunikimin virtual, i cili mund të krijojë varësi të hatashme, e që fatkeqësisht paradoksi i kësaj kohe bën që ne shpeshherë me harru veten tonë, me i harru lidhjet fizike që kemi me të tjerët, duke i ruajtur ose duke i fuqizuar akoma më shumë komunikimet virtuale. Bashkë me Valentinën do të flasim pikërisht për këtë çështje. E do të diskutojmë nëse mund të gjejmë mekanizma për ta mbrojtur veten tonë, për ta kontrolluar jetën tonë, edhe për të qenë më stabil e besa më të dobishëm. Vale, çka po mendon për temën që e kena zgjedhur sot me trajtu bashkë? Gane, tema që e kemi zgjedhur për varësitë, realisht është një temë që na secili prej neve jeton prej këtyre varësive, edhe pothuajse secili njeri është i varur nga diçka ose nga dikush. Jo, shumë mirë ceket që shumica e njerëzve nga çka janë të varur, si nga telefoni, si nga rrjetet sociale, dikush është i varur nga muzika, ama secili njeri është i varur nga diçka. Disa gjana ku na jena të varur prej tyne nuk janë aq telashe e madhe derisa na dina mi menaxhu, derisa na dina me këtu në jetën reale. Po është telashe e madhe dhe është një bela e madhe kur na nuk dina me dallu botën reale pe asaj tjetrës. Hyna për telefona, hyn rrjetet sociale, shumë më shumë i le përshtypje një mesazh ose një pamje që është në rrjetet sociale sesa një bisedë që ja tregon kolegja afër ose shoku afër, domethënë atë shumë jemi të varur prej shumë çkave, po sidomos prej telefonave, sidomos prej rrjeteve sociale. Saqë na nuk mujna as nuk po dina me jetu kohën reale, kohën e tashme, kohën me njerëzit që kemi pranë, duke qëndruar ton kohën pranë ekraneve, pranë lajmeve që marrim aty, pranë pamjeve që shohim aty, domethënë komplet kjo është varëshmëri. E kjo varëshmëri që na nuk po dina me ndal, me stopu, me nda kohën e punës, me nda kohën e rahatis, me nda kohën e muhabetit, kjo atëherë është varësi e teprune. Edhe fatkeqësisht, aty ku na ndihemi rehat, na që të purim. Pra, pavarësisht sa rëndësishme është jeta jashtë telefonave, na po jemi komod në telefona, edhe vazhdimisht kjo varësi po shkon rritje, sikur të rritë, sikur të moshat e mesme, sikur të pleqt. Pra, secili sot është i varur pe diçkave, sidomos prej telefonave dhe për rrjeteve sociale. Natyrisht që njeriu veçmas në grackën e mjeteve, kushtimisht e këtyre mediave të reja, domethënë që funksionojnë përmes telefonit, prej rrjeteve sociale, tjera, është një varësi që njeriu e krijon në mënyrë të pavetdijshme. E përmenda çështjen e drogës, që dikur është mendu veç varësi droga, alkooli dhe duhani. Po në anën tjetër kemi pas njerëz mjaftueshëm që na kanë këshillu edhe që vazhdojnë përditë më shumë me fol kundër këtyre dukurive negative, sepse krijojnë varësi, janë të dëmshme për shëndetin fizik, ndikojnë edhe në raportin tonë qoftë me veten, qoftë me rrethin shoqëror, me familjen e tjera, deri te aksidentet në trafik që në shkollë mesme mësojnë që vinë si pasojë e përdorimit të alkoolit. Domethënë, e kemi pas disa informacione që realisht na kanë shërby si mekanizma mbrojtës kundër një dukurie të caktuar. Ajo që ka po ndodh sot me rrjetet sociale realisht po ndodh në një terren komplet lirë. Pa përdor mekanizma dhe pa u përgatit na që me e stopu veten. Gjithmonë të uthirë në ata që nuk po bëj asgjë të keqe. Qoftë me atë varësinë e postimeve, që një pjesë bukur e madhe e njerëzve e kanë kriju prej faktit që kanë nevojë për vëmendjen e tjerëve, e që të bojnë me mendu që ndoshta secilin detaj, kushtimisht, po thëmë, të jetës me postu në rrjetet sociale, që me nxit një reagim, me i marrë disa pëlqime, e deri të rastet ekstreme, kur në vazhdimsi rënd të e përcjell sa pëlqime i ka marrë, sa komente i ka marrë, a ka pas edhe shpërndarje postimi i caktum, do më thonë që e ka ba, deri taj ekstremi nështë që
shoqja ose ex personi nuk ma ka shiku një historie ose një postim ose nuk ma ka bë like. Domethënë kjo tregon atë dashmërinë që na në mënyrë të pavetdijshme ndoshta po arrim me ja dhon bakshish vetës. Kur po them që i shikon sa pëlqimi i ka marrë, kjo realisht këtë varësi konsideroj që kanë një pjesë bukur e madhe e njerëzve. Por mos më thonë se cili kisha thonë... Në momentin kur hedh diçka në rrjetet sociale, natyrisht që njeriu e bën një veprim për me prit reagimin e tjerëve. E të kur e prit reagimin e tjerëve është e pamundur mos me e kontrollu reagimin, sepse e ki shumë të lehtë me hap telefonin edhe me pa si kanë reaguar dhe çka ka ndodhur. E krejt kjo e krijon një lloj bëshllëku brenda vetës, veç mas kur një diçka na e konsiderojmë si shumë të mirë, si shumë të dobishme për shoqërinë, një diçka kur pritshmëritë tona janë tepër të larta që ka me u pëlqy, ka me u vlerësue, ka me u shpërnda, edhe kur e sheh që ti ka marrë veç 13 pëlqime, nashta për 5-6 orë, kushtimisht po them, është një thyrje emocionale që nuk ja kena bëj bre vetës me ja dhuru. Shumë vërtet. E kjo është varshmëri që ti e krijon pa e pas ide që jetu u fut në botën e varësisë. Shumë e vërtet. Vetë fakti që ti e hedh një foto në rrjetet sociale, ti je të dashur më pa ajo, më pëlqy ajo, edhe patjetër që ti e pret reagimin e tjerëve. Është shumë e vërtetë që secili njeri që hedh diçka në rrjetet sociale e pret sapo rritet shikueshmëria, sapo ka pëlqime. E kjo mandej e thellon varëshmërinë tonë ndaj rrjeteve sociale. E pikërisht kjo është ajo mënyra që rrjetet sociale e kanë bërë këtë lloj mashtrimi që më na tërhet sa më shumë kohë, sepse nëse shikojmë secili për njerëzve hen hajde vetëm një minutë po i përkthyer diçka në telefon, edhe mund nëse e sheh ka nejt ndoshta 1 orë, ka nejt ndoshta 2 orë. Pra nëse shikojmë atë totalin javor, ti ke kaluar ndoshta 20 orë ose edhe më shumë në rrjetet sociale, atëherë kupton që ti ke humb një kohë tepër të madhe ose tepër të rëndësishme ditës tone ose të javës tone duke kaluar rrjetet sociale, duke kaluar pranë ekraneve. Pra kjo është ajo mënyra që na mashtrohemi si të rriturit, si të vegjëlit, duke kaluar kohë në rrjetet sociale ose në pranë ekraneve, sepse ti hyn për pak e qëndron shumë. Pra kjo është pikërisht do thotë na nuk hyna vetëm me hedh një foto ose një video në rrjetet sociale. Po është mënyra kur ti je të përcjell vazhdimisht sa po shikohet, sa po pëlqejet. Kjo është ajo mënyra që rrjetet sociale na mashtrojnë duke na tërhequr me diçka neve që vazhdimisht me qëndru në to. Kjo është lashja më e madhe. Realisht kjo çështja e kontrollit që na e kemi një lloj lidhje të pa kuptueshme, qoftë me rrjetet sociale, qoftë me kanalin e YouTube-s për shembull. Ka njerëz që ndvarren edhe vetë që shikojnë YouTube në vazhdimsi. Natyrisht që të krejt kjo varësi ndikojnë edhe faktorë të jashtëm. Dikush që përballet me stres, dikush që përballet me probleme familjare, dikush që është viktimë edhe e bullizimit, dikush që nuk është i përmbushur me veten, që ndoshta ka kohë të lirë pak më shumë edhe nuk din me e shpërbly veten me ndonjë hobi ose diçka tjetër. Këta njerëz natyrisht që kanë potencial më shumë për me ra viktimë e varësisë, sepse nuk mundemi me qujt gjithë ata që kalojnë më shumë orë ndoshta në rrjetet sociale ose në aplikacione të ndryshme që kanë kriju varëshmëri, sepse varësia nuk matet me kohën ndoshta sa e kalon, po me mendimin që e ki lidhur me kur ti je brenda ty me një botë komplet tjetër. Sa që shkëputesh prej botës reale që jeton, duke qëndruar në atë botën e rrjeteve sociale. Sepse rrjetet sociale janë një botë çaq e madhe, sa që njeri e gjen veten në cilën do disponim që është. Nëse është i mërzitur, ku me kap telefonin, me qyr video që janë të mërzitshme, që ja validojnë ndjenjat e tyre që janë të mërzitshme, qoftë një video me këngë dëmshme ose një film që është me një përfundim tragjik ose një video ku diun se çfarë. Ja për 70 vete, se ka sa komoditet. Sigurisht, sepse aty e gjen veten. Ndërsa nëse është në disponim të mirë, ku me lëshu një këngë të mirë ose ku me kthyer një film që të jep disponim ose humor ose diçka të von, varësisht gjendjes emocionale që gjendemi me secili prej neve, ku me gjetë që mu përshtat në botën që hyn. Pra, secili prej njerëzve ashtu që ndihet që ato kërkesa komi pas edhe në telefon ose në cilin do farë ekrani që është. Prandaj kjo është që na po shkëputëm prej botës reale duke qëndruar në atë botën e virtuale, duke pa gjithçka aty, duke ndi veten komod aty, edhe që kjo është
është ajo që neve s'po dina me bat distancen, me ditë me kur është ballë, me ditë me përdor, sepse se dja a ke pas rastin gane me pa, nana sa shumë e bërtasin fëmijëve, mos e merr telefonin, kapi librat, ama njëkohësisht është me telefon dorë. Në momentin kur i jepet mundësi, sa i përfundon punët e saj kur ulet e ka me ul në telefon. Edhe natyrisht që e përdor, thot unë deri tash bona diçka, tash kam nevojë pak me pushu. Domethënë pushim e merr komunikimin me telefonin. Ama çka realisht komunikon në telefon? Pse pe gjejmë pikërisht prehjen në telefon? Nështë është ajo gjetja e vetes, nështë është diçka që i përshtatet pritshmërive të saj, nështë është një qetësi që fatkeqësisht po di me kërku në vendin jo të duhur, nëse dikur kemi pas varësin nga substancat, që kanë qenë të dukshme, të prekshme, me pasoja konkrete, sot kemi varësi të sjelljes që fatkeqësisht konsideroj që nështë ka me qenë dami edhe shumë ma i madh se sa varësia nga vetë substancat, qoftë narkotike, qoftë alkoholi, qoftë cigaria. Pse? Sepse varësia nga rrjetet sociale njerin e godet drejt për drejt në shëndetin mendor, drejt për drejt në mirëqenien e tij, në raportin e tij qoftë me bashkëshortin, bashkëshortët, qoftë me fëmijët, të edukimi i fëmijëve e deri te rrjeti i gjerë social. Pse? Sepse një individ që ndihet komod kur komunikon me dikën në mënyrë virtuale, e krijon një lidhje. Lidhjet krijojnë emocion. Emocioni e bën me u ndje mirë. Edhe çështja e komunikimit virtual mandej. Individët kanë tendencë me u përshtat me njëri tjetrin, me u përshtat pikave të forta që i posedojnë. Edhe kjo të bën me mendu që ai eks-person po përshtatet më mirë me ty se njerëzit që i ki fizikisht afër vetes. E kjo varshmëri mandej, të shkëput nga realitetin e të cilin ti jeton. E shkëputja nga realiteti është ajo që nuk të lën me prek me kam tokë. E në momentin kur njeriu funksionon të ecë për hava, atëherë asnjë çështje nuk trajtohet në formën e duhur edhe në mënyrën e duhur. Bile shpesh herë unë e them që në raste të tilla individi kur mrin me i qel syt, qoftë kur e spërkat me pikat e ujit ftohtë, ku kokësha. Domethënë çka që mrin thellë me hy në me ikë për realitetit. Qenjen e njeriut, në shkëputjen nga realiteti, sa ty të bën me mendu që për imat individ duhesh me spërkat me pika uje për me u rikthy në gjendjet të përpashme. Kjo ndodh edhe të fëmijët. Të varësia nga lojrat. Kur ndodh të një rritun. Ndodh 4 herë me thirr nona një fëmijë, të lujt në loja atje, edhe mezi caktume, me një shok në çështë të botës që atje në fund, ndërkohë që shokët e mahallës ndoshta e kërkojnë në vazhdimsi për me lujt top poshtë lagjës, ti në gjendje 3 herë, 4 herë me thirr edhe nuk është në gjendje më të përgjigj. Pse? Se ai është aty. Ai është me një armë dorë në aksion. Ai ka çështje shumë më madhore se më ju përgjigj nanës që pe thret këtu për më ul me hangër drejt. E nëse dikur fëmijët e tonë kanë qenë të rrezikuar nga droga, që thithet prej qelizave, sot janë të rrezikuar nga lojrat që thithen prej trunit, prej aspektit shpirtëror edhe emocional. Diçka që fatkeqësisht tash është vështirë me bë balancin në mes të këtyre dyjave, se dikush mund të thonë tash ani lojë në internet për krahasan me drogëna, po besonëm që pasojat janë shumë të mëdha. Edhe përdorimi i armëve sot në shoqërinë tonë, edhe vrasjet, si mos me u bë bashkë kur gjë hiç, nuk jeton ardhrasisht. Po, dhe na kena pa kohëve të fundit që ka pas vrasje, sidomos rastin Turki që ishte, që ai fëmijë vrau disa nxënësa, më duket ishte 14 nxënësa që vrau, nuk vijnë këtu këtë rastisht, nuk janë këtë çrregullime. Një fëmijë që prej vogël lun ton kuhen, PlayStation ose lun kësi kontera, po që shtiren këto lodra që ton kuhen është të vrau njerëz, edhe sa ma shumë që vret njerëz, ai qaq ma i fam shumë ko me qenë loj, qaq ma i sukses shumë ko me qenë loj. Krejt kjo, absolut, krejt kjo e ban që me ka normale një vrasje. Sepse nuk e di, atë ka rastis me pa fëmijë kur lujnë, nëse ata nuk janë të lujt vetëm me gishtrenje duke shtypur ato. Me krejt trupin, me krejt levizjet e ti është vetëm se s'ka hyj brenda kompjuterit. Qatë shumë hynë botën e asoj loje, me shpirt ata e përjetojnë atë lojë. Edhe ky fëmijë që vazhdimisht rinë të vra njerëz aty, të do ki famë shumë për atyne, të e bën normale vrasjen, për këtij fëmijë pritet që vrasja më normalizohet dhe në jetën reale.
Prandaj ka pas shumë XX raste që, sepse unë shpesh më thonë zancave, ti aty po vret, po rikthesh një jetë sepse është një lojë, po ti vrasin që mundet me ndodhe s'ka më kthim mbrapa. Një vrasje që mund të ndodhë në jetën reale nuk ka kthim mbrapa, e thjesht ka humb jeta, nuk është një lojë sikur në për rrjetet sociale. E kjo është e lashja. Çështja është kur të fillojnë me u normalizu gjanat, më nuk të bëjnë përshtypje. Më kujtohet para 20 vjetë në fakultet kur e kemi bën një studim, punojshim punime seminarike dhe i bëshim do hulumtime të vogla, ndikimi i serialeve në jetën sociale në Kosovë. Edhe çka që mendoj shumë si diçka tepër të madhe ndikimin e serialeve, që shmunët me pas me ndikun në rritjen e numrit të divorceve, të problemeve familjare e tjera, atëherë na ka dok që ajo e madhe. Sot serialet kanë bërë diçka një pikë ujë ndoshta në oqean, krahasuar me ndikimin e madh tash të rrjeteve sociale, që prej komunikimit, do më thonë që si pas një studimi në fond që e bënëm sa ndikon rrjeti Facebookut në raportet bashkëshortore. Në divorce, do më thonë diçka që kërkujna nuk i bën përshtypje dhe nuk mundet me mendu që në komunikim virtual, pa pas asnjëherë kontakt fizik mundet me shkaktu divorce. Jo, madje por realisht e shkakton edhe ndikon tepër shumë. Dhe ti je e bindur që atë shumë rrjetet sociale po na i zëvendësojnë njerëzit real, saqë na jena shumë jona. Në atë kuptimin, njerëzit janë shumë të varur prej feedbackut që marrin prej rrjeteve sociale. Sepse, kur jemi tek divorcet, unë e di që ka çifte kur kanë hedh foto në telefon, nuk e di a ka qenë provokative apo cila do që ka qenë, ajo vazhdimisht është ndi mirë kur ka marrë shkrime, po dukesh kështu, po dukesh kështu. Ndoshta i ka mungu një fjalë e mirë për bashkëshortit, edhe ka filluar mu ndi mirë të marrë pëlqime ose komente prej rrjeteve sociale. Kjo ka filluar me pengu bashkëshortit edhe kështu ka hasur në probleme që ato kanë ardhur deri te divorci. Sigurisht që ka probleme. Po mos harrojna që kur t'jena të varësit, gjithçka sa të bëhet të varur. A ke pa kur t'jeni të këngëtarët, nëse po tash gjesti e bani një farë triki sfundi me kapoq duke bani disa gjeste, edhe që krejt njerëzit të shti fëmijë të bani të gjestet e tina, hajde triku i radhës, krejt jena të varur. Nëse një këngëtar që i ka qindra, mira, followersa, mjafton që ai me bani një kafe me pi ndryshe për tjerve, krejt kanë me shku dhe jo vetëm që pin ashtu, po dhe bajnë të njëjtin video hedhin në rrjetet sociale. Kanë ushty kush merr më shumë shikime, kush merr pëlqime. Këtu janë varshmëri, vetëm se na nuk po dina me dallu që a jam për një varun, sepse jem duke bot njëta gjana, sikur se Celina të bot njëta gjana, jena shkut njëtës rrugë, të i bot njëta trike, të i bot njëtat gjana që i shofim, por thjesht na nuk po dina me kuptu që jem të boni gabim. Nuk po dina me kuptu që jena të boni një gjatë njëjtë që shpe ban qaj që më harat është asë nuk ka pëlqy. Sepse mjafton më normalizu. Gjithçka njerë duket e keqe, e ran, fillon mos më duket shumë e keqe, fillon më bë normale, dhe dikur secili e sheh veten që veç ka hyrë në botën e sejna. Veç kështu imagjino para 15 vjetë me marrë një individ të kohës sotme, edhe me vendosën një rreth familjar. Ajnë një telefon atje në qoshe, sigur të krejt kishin me thonë për qojna të hoxha mi fry se diçka nuk është mirë një shmet. Për shkojna me bët marketingu të e kthehemi pra. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Të dashur miq, u kthyem prapë në studio dhe po flasim për varësitë e sjelljeve që kohëve të fundit njerëzit modern po di me i kriju, qoftë prej telefonit, qoftë prej komunikimit nëpër rrjete sociale, qoftë edhe prej videove të ndryshme. Vale, krejt këto ndikime, krejt kjo kushtimisht po them ky karvan i
mediave të reja që po ka ndikimin tek individi. A po konsideron që ka ndikim të jashtëzakonshëm në shëndetin mendor edhe në çdo frustrimet e nervozat e deri te dhuna në familje? Patjetër. Patjetër, gjithçka që është në rrjetet sociale, gjithçka që observohet shikuesve, këto kanë ndikim si për të mirë si për të keq. Varet çka është ajo që observohet, por kur flasim për shembull, ju e përmend dhunën familje. Sigurisht që kudo që ka dhunë familje, kudo që ka këso lloj gjanash që do të më lajmëru, do të më raportu, do të më marrë masa, po sa ma shumë që janë të shfaqur në rrjetet sociale, ose në televizione, ose në gazeta, ose në lajme, e promovojnë dëbanit dhunë, e promovojnë shfaqjen akoma më shumë dhunës. Për shembull, ka pas shumë raste që kanë pas të lashe familjare, probleme familjare, dhunë familje, por nuk e kanë menu divorcin më herët. A nuk është e vërtet kjo që ranë serialet edhe pam që po më kanë divorcu çiftet edhe vërshun divorcet në Kosovë pa fund. Domthonë ishte në rritje aq të madhe numri divorceve, nuk është që këtë për një herë shfaqen probleme. Nuk është që krejt për një herë ra Covidi edhe u divorcuan krejt, sepse nuk është që, okej, Covidi ka pas tmetat e veta, po shumë njerëz thoshin që ishte Covidi, na la me pasoja, s'puna me dur njëri tjetrin, erdhi divorci. Në fakt, jo vetëm kjo. Pak më gjatë mbrana çifteve. Ajo mund të jetë izolimi, ndoshta janë mësuar me prishat ndryshimin. Po megjithatë. Disa që janë kanë prag divorcit janë nda, e disa tjerë i ka begatu Zoti me fëmijë dhe është. Po. Megjithatë, sa më shumë që shfaqen këto lajme, këto kanë tendencë njerëzit me marrë sikur promovim edhe me bën të njëjtën. Patjetër që kanë ndikim të madh. Po kur jena te varësitë, na kena lloja të pafundme të varësive me të cilat na jetojmë çdo ditë, i bëjmë çdo ditë e nuk e dim që është varësi. Varësi sot mund të ka edhe blerjet e tepërta. Mjafton sot një këngëtar i famshëm me dalë me një xhop interesant veshun, edhe krejt ku është ku s'është kanë me lyp me bleq ato. Ose mjafton me dalë me një makinë tre luksoze, kush mundet me blek, pse ka X filan, ose këngëtari, jo pse mu po m'pëlqen. Çka do që sjellin treg njerëzit e famshëm, këto kam me ble njerëzit që janë fansat e tyne, pa diskutim. Shen njerëz që kanë pa fond të rroba me vesh, dollapet e tyre janë të stërmbushuna. Veç pse ka dalë diçka që ka pa dikush aty në reklam ose ka ble kuj shoqja ose kuj shikja, kanë ble secilit të njëjtin. Pra, njerëzit, sidomos femnat, janë të varuna aq shumë nga blerjet e tepërta, nga shoppinget e tepërta, jo pse s'kan, jo pse kanë mbetur keq, po vetëm se nëse kalon nga një lokal ose nga një dyqan që ka pas zbritje, e ka të pamundshme pa hi me ble diçka. Edhe kjo është një vashmëri shumë e madhe. Pra, kjo është se njerëzit e përmbushin një farë nevoje emocionale vetëm kur blejnë diçka. Kur njerëz janë të mërzitur, për shembull, unë di që ka shumë femna që kur janë të mërzituna, kur janë të lodhuna, nëse shkojnë për shopping, ato ndjehen shumë më mirë. Edhe nëse rastisht një herë janë kanë të mërzituna, edhe aksidentalisht kanë qellu pranë dyqanit, kanë pas zbritje, kanë hyrë me ble, atë moment kur ti blen, e harron pak mendjen ku e keshe, ti e shpërqendrohesh diku tjetër, ndihesh mirë, edhe këto kanë marrur sikurse çdo herë nëse kanë të lashe, kanë probleme, ndihen keq, shko ba shopping se ty të kalon dhe bësh mirë. E kupton, edhe në gjithë farë forme i bën sikur varësi. Prandaj, sigurisht që nuk është kjo vetëm një arsye, por shumë njerëz e gjojnë veten që kur bëjnë shopping ndihen mirë dhe bëhen tamam varësi. Saqë nuk mundin me kalu pranë një dyqani që shohin zbritje e mos mundohen me ble diçka. Ndërsa po flet për këtë varësi, më kujtohet një varësi tjetër të grave, varësinë prej shkëlqimit të shtëpisë në secilin qoshe. Edhe kjo është një lloj varësie që realisht është dashur me diskutu, po që nuk i ka pasojat të dukshme ose shumë të shprehuna që kanë varësitë e tjera, megjithatë ka gra të cilat në një pjesë më të madhe të ditës e kalojnë duke i pastruar gjanat e shtëpisë që shpeshherë di me thonë unë që ato nuk kanë gojë me thonë që mjaftueshëm rreth nuk kam nevojë për me u pastru më shumë, se jam mjaftueshëm e pastër. Këtë e thash si kundërpërgjigje që mos mendojnë gratë që na po i sulmojnë që ato po gjejnë prehje në blerje, se fatkeqësisht gratë dinë me shpenzu qatë shumë dhe me qenë kushtimisht të mvaruna ndoshta prej blerjeve, sa nëse hinë në një dyqan ishe 100 par sandale ose këpucë për gra dhe veç 3-4 par për burra. E kjo të bënë me vlusi përfaqe atë natyrshmërinë që gratë kanë, po në anën tjetër gratë janë edhe emocionalisht më të ndjeshme, është gjini që ka nevojë pak më shumë për kujdesje, për fjalë të mira, për
fjalë tëmla, për me ju dhënë komplimente, për ndryshim prej burrave që nuk ju bën shumë përshtypje, pavarësisht edhe ata janë qenie njerëzore, po megjithatë e tash, kjo lidhet me varfërinë tjetër të rrjeteve sociale. Që unë konsideroj që ndonjëherë gratë dinë me kriju varfëri ose varësi ma tepër me rrjetet sociale në raport me burrat, për shkak të natyrshmërisë, sepse gratë janë të ndërtuar në qatë formë që fjalët i marrin më afër zemrës, komplimentet i marrin më afër zemrës. Edhe në momentin kur bie në kontakt me dikën që në vazhdimsi përmend cilësitë e mira që ato i kanë, ajo ndihet rahat. Momenti kur ndihet rahat, natyrisht që e krijon një comfort zone, në çfarëdo rrjeti social ose në çfarëdo lloj komunikimi, edhe kjo mandej në mënyrë të pavedishme e bën ato me ra viktim e një komunikimi virtual, që ndoshta kur të ndalet edhe mendon thotë kjo nuk mundet më ndodh mua, po që realisht në vazhdimsi e don çat formë të komunikimit, çat lloj të komunikimit. Ndërsa në anën tjetër, fjalë që thuhet, ta përfundoj edhe të Vale, që e kanë thonë populli jonë, vajzat ose femrat dashuron me vesh, e djali dashuron me sy. Domethënë djalit i thu që kjo femër është e zoja, është e meqshme, po du me ta mësitnu, si e sheh, thotë o jo bre se s'po m'pëlqen, nuk ry muhabeti. E në anën tjetër, nëse një vajzë, edhe pse nuk i pëlqen i djathtë, po është i zoti, e ka së dyqet fakultet, ose ka qëtë pasuri, është e prej qësej familje, ka mu për kujdes për ty, ajo me njëherë janë ishme mënu, po thua ty, bes po di çka me ba. Domethënë, kjo indirekt na bën me kuptu nevojën e brendshme emocionale që gratë kanë me dëgju verzione ose një potpuri të fjalëve të mira në gratë janë të marrume që shtuti për vëmendje. Nuk dia ka diçka më të lehtë se me fitu zemrën e një vajzës ose një gruas. Është vetëm kjo, pra vëmendje, fjalët e mira janë kështu. Telashja, kur jemi të divorcet, ti gane shumë mirë atë që ka meshkuj që nuk ka nevojë ndoshta për me dëgju fjalë të mira, e ka vetëm gratë, e kanë vetëm femrat, ndërkohë ka shumë sigurisht që edhe meshkujt ndoshta nuk e pranojnë, nuk e thojnë, po edhe meshkujt janë ata që kanë nevojë me dëgju një kompliment, një fjalë të mirë. Telashja e meshkujve, të menaj që çiftet vijnë deri te divorcet është se shumë ma lehtë në rrjetet sociale hinë komenton dikon, i shkruan dikojna që po dukesh mirë ose kështu, sesa gruzët vet. Von të dytë po gjojnë përrejnë telefona në rrjetet sociale. Edhe kjo gruaja që po poston, e po ka nevojë për feedback, e për vëmendje, e për fjalë të mira, edhe ky tipi që nuk ja thet gruzëve çdo fjalë, po hyn shun, ndoshta jo një, po ku me ditë sa femrave tjera, edhe i tregon që ose i jep komplimente, i jep fjalë të mira. Pra të dytë njëjtin gjë po bëjnë, vetëm në forma të gabuara. Nuk po kontribuojnë që me pas një martesë të shëndetshme, me kushtu vëmendje njëri tjetrit, po të dy po gjojnë prerje në rrugë të ndryshme, në rrugë të kundërta, sepse divorci nuk vjen vetëm kot, vjen prej rrugëve që duken shumë të lehta e që s'ka kur gjë prej tyne, vjen pikërisht prej tyne. Çdo që janë shumë të vogla, dikur bën shumë të mëdha. Pra vëmendja është e para. Edhe është gjithçka. Në një lidhje, nëse don me pas dashninë e dikujt na japi respekt dhe japi vëmendje. Ç'kjo është e para, mandej vijnë tjerat. E që unë menoj dhe besoj që secili që është me mendje të shëndosh, mundet me mbajt lidhjen e vet. Po çto është problemi te mendja e shëndosh? Nëse dikur substancat, qoftë substancat narkotike, drogat, lloje të ndryshme të drogave, qoftë alkooli, nëse dikur varësia ndaj tyre e ka marrë vëmendjen. Realisht alkooli pihet në ka edhe njerëz që e pinë për çef, po alkooli nëse konsumohet në sasi më të madhe e hup deri diku në vëmendjen. Njëjtë edhe droga. Domethënë të bën me u ndje mirë edhe me kalurin e botit të rëndafilave. Efekti i saj. Po në anën tjetër çka po bojnë edhe rrjetet sociale? Çka po bën edhe telefoni? Çka po bojnë edhe videot e ndryshme? Komunikimet virtuale, apo të bojnë me hub vëmendje? Apo të bojnë me dal jashtë realitetit? Qysh mujna me konsideru si varësi ma pak të dëmshme se droga dhe alkooli? Nëse dikur nuk ka pas emër për to që me qenë të ndaluara, qysh është droga dhe alkooli. Po edhe të pëlqyeshme nuk janë. Sepse po të bojnë me imagjinu diçka që nështë ati as në antër nuk i ke pa. Në momentin kur fillon me shiku diçka që ty të pëlqen, në momentin kur komunikon me dikën që ty të po të bën me ndje mirë, njeri është i prirur me ëndru, me imagjinu, me dalë një botë komplet tjetër. E një botë që ty të pëlqen, që të bën me ndje mirë, që kishe dasht me qenë në atë botë, ta mën në realitet, a nuk është botë të rëndafilave?
A nuk është indirekt një ndikim që mundet me pas droga edhe alkoholi, një shkëputje prej realitetit, që dështë a jenë telefon, po ke kalu në një botë komplet tjetër që ti mas pak të je ullë që aty ku je në shpinë tane. E krejt kjo, kur të përballësh me kthimin në realitet, me qatë ullje në trojezën ku je të shkru me telefon, kjo është një goditja me fuqishme. E njeri nuk mund të ma me pas mekanizma për me mbrojt vetën e vetë. Edhe veç kur e she që shtëpia ka mbet pa u rregullu, nëse është grua, e nëse është burr duke punu në kopsht, i ka mbet bari pa kusit atje. Si pasoj e varësisë e krijimit të një lidhje që realisht nuk ekziston, po që imagjinon sepse disa qaste ki nevojë me u shkëput prej çatij realitetin e të cilin po jeton. E kjo varësi natyrisht që bëhet problem edhe nuk e bën njerin më ndin rahat me veten, me familjen, sepse nuk ja pamundson me i pa begatit të cilat e rrethojnë. Fëmijët që i ofrojnë dashuri brenda familjes, bashkëshortin ose bashkëshortën që ka afër vetes, sepse asnjë njeri nuk është perfekt. Të gjithë njerëzit i kanë minusat dhe plusat e tyre. Por në momentin kur ti e gjen një komunikim të mirë me dikën, natyrisht që komunikimi me njerëz e tu ka më të dogma i zbet. Sepse na leti përshtatemi njerëzve të huaj me të cilët nuk na lidh as një raport familjar. Shumë e vërtet. Cilve nuk javdim as tekët, as çfarë personaliteti janë kur të nervozohen, as hujet, as qysh duken, as hujet, as qysh duken kur janë të mërzitën, qysh e shfaqin një pakënaqësi tëne, nuk kemi mundësi me e pa. Pra ndaj na duken verzioni perfekt i një njeriu që mundet me pas ëndër te kisha pas qatë njeri, kushtimisht po them. E krejt kjo e bën me i hulumtu mandej dobësit e bashkëshortit ose të bashkëshortës që e ka përballë. E ndoshta është verzioni shumë më i mirë se sa e qati ose qasaj. Mund ka rastis me dëgju një grua kur thoshte për burrin e saj, nuk di që shpegzon respektin e krejt njerëzve jashtë, çka është të bëmë rana në shtëpi. E adin kjo po më asocion me ata që po e thuti, se në shtëpi janë ata të mirë, janë të këqetë, janë cilë do qoftë këtë verzionet e mundshme që i kanë shfaqur në shtëpi, ndërsa njerëzit kanë mundësi me pa vetëm verzionet pozitive, vetëm verzionet e mira tyne. E ndoshta jo pse është i keq, po kjo gruaja që ka në shtëpi shet gjithë edhe të mirat, edhe të këqijat, edhe mundet në herë më revoltu me ta, mundet me e dashur. E kur ky burr e shfaq vetëm personalitetin e tij të mirë ose verzionin e tij të mirë në publik, sigurisht që gëzon se ka gjëra. Mandej, ko me thonë, pse tjertë po më dojnë, kjo s'po më dojnë. Pse, apo kupton? Kjo ko me thonë, pse tjertë po dojnë, e këto po bëhet i keq në shtëpi, pse për respektojnë tjertë në shtëpi po bëhet kaq nervoz, kaq i keq e kështu. Ndërsa ai të njëjtën pyetje ko me thonë, po në anën e vet. Tjertë po më respektojnë, gruaja jam s'më respekton. Problemi pra nuk është te gruaja, problemi është që ti je i mirë vetëm jashtë, ndërsa para fëmijëve të, para njerëzve të dashur, je edhe i mirë, je edhe i keq. E kuptohet që njerëzit nuk mund të aktru gjithmonë. Absolut. Edhe njeriu ka të pamundur me imbulutë me absolut, sigurisht. Prandaj shtëpia është prejje, nuk ka diskutim, po duhet me menaxhu të metat e tona. I kemi ata mekanizma që na e dim ku bën me bërtit, ku nuk bën me bërtit. Nëse kishim me qenë verzioni vetës kur dalim me ecë në shesh, atëherë tjerët kanë më na kqyr se ufa. Patjetër. Në shumicën e rasteve. Amo gana është normale që okej, ti e ke mundësinë me gjithë prejhen shtëpinë tane. Më bë dhe i mirë, më bë dhe i keq, me tregu edhe nervoze, me tregu edhe mblefi, me tregu edhe mirësitë tua. Mirë, po dosh me kuptu që edhe ky person ndaj cilit ti po i shfaq çdo ditë, ka më lodh dikur. Jo po do lodhet dikur. Lotë dikur, thjesht nuk mundet me përballu ton kohën atë. Ndërsa edhe ky personi, për shembull gruaja në këtë rast, a nuk mundet me xheluzu kur pranë njerëzve të punës, pranë kolegëve ose kolegeve je gjithmonë i mirë, ndërsa vetëm të këqijat po i mban te shtëpia, pra këtu fillon xheluzia, fillon inati. Prandaj kjo varësie që ti je mirë te tjerët, kjo ndikon mas keq te vetë personi që po del me shfaq vetëm në vend. Nuk po në asnjë formë s'po themi që bëj keq me tjerët. Po të pakten, aty ku ki mundësin me shprejt keqen tane, mundoho që me rujt atë njeri. Atëherë ai në spital është doktor, edhe gëzon respektin e gjithë pacientëve, gjithë stafit. Si doktor. Si doktor. Po në momentin kur vjen në shtëpi, ai është bashkëshort dhe është babë. Do të thotë duhet me ditë me poshtë diferencë. Duhet me ndryshu. Nëse një grua është mësuese jashtë shtëpisë, në shkollë ka me gëzu respektin e nxënësave, të kolegëve, të prindërve. Po kur është në ambient familjar,
Është vetëm nanë, vetëm jaknën e mësimdhënëses, uniformën e mësimdhënëses duhet me vjerë të dera. Edhe nuk mundet me prit trajtimin e njëjtë prej bashkëshortit, njëjtë që shepret prej kolektivit të shkollës. Sepse aty është bashkëshort edhe është nanë. Nuk ka profesionist familje. Doktor shkence me qenë, shkencëtari më i madh në botë me qenë, në familje je familjar. Këto role nuk duhet me ungatëru asnjëherë në asnjë rast. Nuk mundesh me thonë ti mu gjithë më respektojnë, ti më ngrit zanin. Të ngriti zanin se unë jam paralelisht me ty në të njëjtin nivel. Kështu që këto shpesh herë keq kuptohen, edhe prej vetë grave, po edhe prej burrave. Mu një dynja më respekton, burri jam nuk po ma din vlerën. Kum pas rast, për shembull, 2 specializime i kam të fushave të ndryshme, në X doktoresh. Burri jam hesap nuk o kam bën. Po mirë, e ti çfarë relacioni ki me burrin tënë? Burri prej gru se pret dogatime të mira, nuk ka me kontrollu bre, se nuk është pacient. Edhe në momentin kur nuk është pacient, ose nuk është klient nëse ti je arkitekte, ose inxhiniere energji solare, nuk ka me të pajis me energji, atëherë, po mendoj me rrymë, se për ndryshe energji t'jep qoftë pozitive, qoftë negative, atëherë ti do shumë me trajtu si njeri të shtëpisë, si njeri të afërt, ndaj cilit konsideroj që duhet me pas qatë liri dhe qatë fleksibilitet që najherë me u bë nervoz, najherë me shfaq dashni. Do me thonë, me qenë një verzion ta më një vetvetes. Fundja nëse ne nuk jemi në familje vetvetja, ku kemi me qenë vetvetja? Ku kemi me qenë vetvetja nëse në familje nuk kemi vetvetja? Po çka do të më bëj është duhet me lshu pen njërin në raport me tjetrin. Nëse unë sot jam shumë nervoz, se kum kalu një ditë të lodhshme në punë, kum pas ngarkesa jashtë, atëherë pala tjetër ishtë dashtë me më kuptu. Njëjtë edhe me... Unë pajtoj me ty, nuk jam kundër kësaj gane që thu, po nuk duhet vetëm me rujt atë momentet e këqija me të rëgun familje gjithmonë. Ajo, dush më nëllë të ashensori nëse të në qytetë të mbanes, me bo një shkarkim emocional, e nëse jenë fshat me knu një kongë të demamesit, atë një stolia dhe... Ama nuk e ka bargjë dhe gruja me dëgjubre gjithmonë. Edhe ajo ka nevojë në shaton ditën, ka punu, është lodh, po patjetër, po nuk e ka bargjë që sa ardh vjen burri i lodhën prej punës ose ka pas të lashën punë, më më shkarkun në shtëpi. Edhe ajo nuk e ka problem. Nuk e besoj që e bojnë kredi, ashtu ndaj në herë ndodh dhe aty ne më përfundu ato... Jo, sigurisht nuk e bojnë krejt, po na po flasim për raste të ndryshme që edhe din me ndodhe patjetër. Po në anë tjetër nëse ndihen që shtatër mos javë prishnë për disponimin, në të ndihen, a ke vendosë me unë ndjenë nervoz me vetën tane nuk ta prishi. Vazhdo ndihu qysh ti dënë. E unë kam vazhdu me punë të mija, qashtu qysh du. Vale jena në fund, nëse kam vetë në i varësi që ish dasht me diskutu bashk edhe 3 minuta mundëve një vazhdu. Na për varësi të falëm, po kjo nuk mundet me u përmbledh mbrana një emisioni pasi që na e thamë edhe më herët, na po jetojmë me varësi të ndryshme e nuk përdim që kemi varësi. Është shumë e rëndësishme që me ditë me bë një dallim mes jetës reale, mes jetës që na kena me jetu, kena me hangër, kena me pi, kena me punu, kena pas shok, kena pas koleg, edhe mes jetës që po na merr kohën mas shumti që është bota virtuale. Është shumë e rëndësishme që varësitë që na me ditë me nal veten kur diçka po bëjna është ndamin tonë, ndamin e familjes tonë, ndamin e shëndetit tonë, ndamin e ekonomisë tonë, ndamin e buxhetit familjar, sepse shumë varësi i kanë dhe pasojat e tyre. Unë thash edhe më herët që na kena plot varësi me cilat na jetojmë sot ditë, po është mirë mu ndal me pyet veten cili është fitimi edhe cili është dëmi i kësaj pune që po bëj. Me ditë pak me menaxhu kohën tonë, kur është me fëmijë, kur është me partner, kur është me punë, kur është jashtë shtëpisë, me ditë me bë dallimin. Jo që gjithçka, për shembull telefonat më na marr komplet kohën më të shtrejt që është koha me fëmijët ose me partnerin ose për shembull nxënësat gjatë studimeve ose studentët, nëse dojnë me marrë libre me lexu, janë ndjen shumë të lodhur, kam shumë për me lexu, e marrin pak telefonin me kalu kohë, ndërsa kur e shohin që kanë kalu 3 orë pranë telefonave, pranë ekraneve. E njëjta punë është uli këto thjesht se kohën tonë po e kalon në vende të panevojshme, po kalon pranë ekraneve. E çka është varësi? Varësia është kur na e kemi të pamundur me menaxhu veten në raport me një diçka të caktuar. Nëse nuk mundemi me menaxhu veten pa e kap telefonin dhe me hyrë në rrjetet sociale, nëse kemi të pamundur ose nuk mrrim me menaxhu veten për t'i shkruar X personit, nëse kemi të pamundur për të luajtur një lojë të caktuar nëse jemi fëmijë, e gjithë kjo është varësi. Nëse dikur varësi ka qenë vetëm nga substancat narkotike që kanë bën njerëzit me fluturu, sot fluturojmë me sjellje përmes rrjeteve sociale ose mediave të reja. Të shpresu që kemi me mri me kontrollu veten tonë, sjelljet e tona,
edhe raportin tonë me rrjetet sociale e mbyllim për sonte këtë debat e inshallah shihemi të shtunën tjetër. Mirëmbëjtje.